Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recetë do t'ua shpjegoj se si të përgatitni këtë bakllavë fantastike, e cila del tepër e mirë dhe hapet 4x4. Recetën e plot ndiqni në vazhdim dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe. Për këtë recetë fillimisht na nevojiten 3 vezë të plota dhe 2 vezë vetëm të verdhën e vezës, të cilat kanë qëndruar në temperaturë dhome. Do t'i rahim mirë dhe pastaj do të shtojmë 250 gram me kos ose me jogurt. Shtojmë pak kryp, një maje të lugës me uthull. Do të shtojmë 180 ml me vaj dhe 150 ml me qumësht. Të gjithë këto përbërësit do t'i përziejmë mirë derisa të bëhen bashkë njëra me tjetrën. Pastaj do të shtojmë një pluhur përpjekje, e cila është 12 gram, dhe pluhurin përpjekje do ta tresim mirë dhe pastaj këtu unë kam shtuar 600 gram me miell dhe do t'ja shtoj përzierjen të cilën e bëm më përpara. Dhe do të fillojmë që ta përziejmë brumin. Tani miell do të shtoni sipas nevojës, ngadalë, gjithmonë duke e kontrolluar. Mua gjithsej më janë nevojitur 1 kilogram me miell, por ju gjithmonë do ta kontrolloni. Brumi duhet që të dalë në këtë formë i butë. Do ta lëm brumin të pushoj për 1 orë dhe pastaj, pas 1 ore, do ta nxjerrim brumin nga ena dhe do ta formojmë topdha të vogla. Vendin ku do të punojmë do ta liejmë me miell, edhe tepsin ku do t'i vendosim topthat do t'a liejmë paraprakisht me miell. Dhe tani topthat do t'i nxjerrim në këtë madhësi. Do t'i ngjeshim dhe direkt do t'i vendosim te tepsia. Në këtë formë. Dhe kështu do të vazhdojmë me të gjithë pjesën tjetër të mbetur të brumit. Nga ky brum pra duhet që të na dalin 60 topa. Dhe tani do të fillojmë që t'i hapim topthat nga e para të cilën e kemi ngjeshur, do t'i hapim me miell, pra në këto do t'i vendosim 5 njëra mbi tjetrën. Pra do t'i bëjmë grupe nga 5. Pra gjithsej na dalin 12 grupe nga 5 koleq. Dhe tani, pasi kemi hapur 5, në mes do t'i lijem me një sheste, do t'i rëndisim njëra mbi tjetrën, por me një sheste do t'i lyeni mirë, dhe kështu, kjo është gati, do t'a vendosim në tepsi. Në këtë formë, do të vazhdojmë me të gjithë pjesën tjetër të brumit, duke nxjerrë 12 grupe nga 5 koleq. Pra, si që shikoni, kemi gati dhe tani do të fillojmë që ta hollojmë të parën të cilën e kemi përgatitur. Do ta hollojmë në këtë formë. Pra, do të mundoheni që ta hapni aq sa e keni madhësinë e tepsisë. Por në qoftë se ju hapet më tepër, atëherë pjesët anësore të cilat do të teprojnë, do t'i pritni dhe do t'i vendosni përsëri brenda në tepsi ose mund që edhe t'i hudhni. Kjo varet krejtësisht nga dëshira juaj. Është mirë që peta të hapet aq sa e keni tepsinë. Edhe kështu shtresa nga 5, këtu do të vendosim 6 grupe. Pra, derisa të arrijmë në gjysmë tek arat. Pastaj do t'i vendosim shtresën e arave dhe tani do të vendosim shtresën e grupit tjetër. Pra dhe 6 grupe të tjera do t'i vendosim mbi arat. Do me thënë, në shtresën e parë ndër arat do të vendosim 6 grupe të koleqve dhe 6 grupe të koleqve do të vendosim në anën e sipërme. Dhe kështu do të vazhdojmë derisa t'i mbarojmë të gjitha. Pasi që i kemi mbaruar të gjitha, pjesët anësore do t'i shtypim me këtë thikën për poshtë, që gjatë pjekjes të mos na hapen dhe të na digjen. Pra, në këtë formë.
Dhe tani baklavan e kemi të gatshme për ta prerë. Unë kam vendosur që ta pres në këtë formë, por ju mund që ta pritni në çfarëdo lloj forme që të dëshironi. Nëse ju dëshironi që ta pritni në këtë formë, atëherë sigurohuni mirë që t'i dani të 4 pjesët e barabarta mirë. Nëse të 4 pjesët e barabarta i keni të ndara mirë, asnjëherë baklavaja nuk do t'ju pritet shtrembur. Dhe do ta pritni në këtë formë si që kam treguar në video, të gjithë procesi. Dhe tani unë këtu i kam hedhur 450 gram gjalpë të shkrirë. Dhe pastaj do ta lëm që të pushoj 10 deri në 15 minuta me gjalpin dhe do ta vendosim në furrë. Pasi që ta vendosim në furrë, do ta ndezim furrën në 200 gradë Celsius derisa baklavaja të skuqet. Pasi që baklavaja është skuqur, do ta mbulojmë atë me foli alumini dhe do ta lëm në furrë për 1 orë e gjysmë deri në 2 orë, gjithmonë duke kontrolluar që të mos na digjet. Tani për shërbetin unë kam përdorur 1 kilogram e gjysmë me sheqer dhe do t'i shtoj 1 litër me ujë. Nëse nuk keni njësi marse, atëherë pasi që ta shtoni sheqerin, shtonjani ujin, trazonjani pak dhe duhet uji të eproj mbi sheqerin rreth 1 gishti, pra në këtë formë. Dhe tani do ta vendojmë që të zijej. Nga momenti që do të filloj që të vloj, do të vloj për 10 minuta. Shtojmë 1 sheqer vanilje dhe disa copa limoni. I përzijej mirë dhe pastaj këtu tek shërbeti do të shtojmë 1 gotë me ujë të ftohtë. Pasi që shtojmë ujin e ftohtë, e presim edhe një herë të marrë val shërbeti dhe pastaj e heqim nga zarmi dhe e lëm që të ftohet. Tani baklavan e kemi gati, e kemi lënë që të ftohet, pra nuk duhet që të jetë akull e ftohtë as shumë e nxehtë. Duhet që të jetë e vakët. Edhe shërbeti gjithashtu duhet që të jetë pak më i ftohtë nëse dëshironi baklava të ju del e fortë. Nëse dëshironi baklavan e butë, atëherë do t'ja shtoni shërbetin të nxehtë dhe baklavaja të jetë e sapo dalur nga furra. E shtojmë shërbetin dhe kështu do ta lëmë që të pushoj 6 deri në 8 orë derisa të ftohet plotësisht përpara që ta konsumoni. Dhe miqtë e mi, siç e shikoni, baklavaja na ka dalë tepër e shijshme. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Për recetat e radhës shtypni butonin subscribe dhe njëherë faleminderit që na ndiqni.